Klubi i basketbollit Vllaznia mbrëm në palestrën e sportit Shaninushi në Gjakov shënoi fitore të rëndësishme ndaj Borës me rezultat 89-80. Gjakovarët para një publiku të shumtë venda zhvilluan një lojë të fortë dhe mjaft të luftuar. Qysh në çerekun e parë vendasi dominuan duke përmbyllur atë në epërsi 21-17. Në çerekun e dytë ishin mysafirët ata që luajtën më mirë, duke shënuar 24 pikë ndërsa Vllaznia 19 për ta barazuar kështu ndeshjen. Çereku i tretë doli të jetë vendimtar, ku kuqezin dan maksimumin, ishin të pandalshëm dhe realizuan 29 pikë ndërsa Bora vetëm 15. Në çerekun e fundit loja ishte më barabartë, por këtë çerek e fitoi Bora me rezultat 24-20. Megjithatë, kjo nuk mjaftoi për ta ndryshuar epilogun e takimit. Në fund tabela tregoi rezultatin përfundimtar: Vllaznia 89, Bora 80. Lojtari më i mirë i ndeshjes ishte Jericho Helms, i cili realizoi 23 pikë, 8 kërcime dhe 10 asistime. Pas kësaj fitoreje, Vllaznia renditet në vendin e parafundit në tabelë me 24 pikë, një më shumë se skuadra e fundit Raoveci. Fitore e Vllazniait pas 3 humbjeve rresht.